Një projekt ligj i propozuar nga Ministria e Mjedisit parashikon krijimin e një fondi kombëtar për mjedisin, i cili synon të financojë projekte të individëve apo kompanive që lidhen me mbrojtjen e mjedisit. Sipas draftit, ky fond do të mbështetet nga buxheti i shtetit, financime vendase dhe të huaja, si edhe të ardhura të tjera dytësore. Megjithatë, një pikë e diskutueshme në projekt ligj është fakti që fondi nuk do t'i nënshtrohet rregullave të prokurimit publik, çka do të thotë se fondet mund të shpërndahen pa procedura tenderimi. Në praktik, kjo i jep ministrit përgjegjës për mjedisin kompetencë të gjerë për të miratuar dhe financuar projekte, të cilat mund të mbulohen deri në 100% të kostos. Vendimmarrja do të bëhet me propozimin e një kolegjiumi prej 5 zyrtarësh të administratës, të cilët emërohen nga vetë ministri. Kjo skemë nënkupton që përzgjedhja e projekteve dhe shpërndarja e fondeve do të bëhet jashtë mekanizmave standard të konkurrencës dhe transparencës që parashikon ligji për prokurimet publike. Kritikët e shohin këtë si një rrezik potencial për abuzim me fondet publike dhe dobësim të kontrollit financiar, pasi vendimmarrja për miliarda lek mbetet në diskrecion të një strukture të kufizuar. Nga ana tjetër, mbështetësit mund ta justifikojnë si një mënyrë për të përshpejtuar financimin e projekteve mjedisore. Megjithatë, debati mbetet i hapur për balancën mes efikasitetit dhe transparencës në përdorimin e parave publike.